Kapitulli 26. Kur mbaroi së thëni këto fjalë, Jezui u tha dishepujve: Ju e dini se pas 2 ditësh është Pashka, dhe Biri i Njeriu do dorëzohet për të kryqëzuar. Atëherë, kryepriftrinjt dhe pleqtë e popullit u mblodhën në oborrin e pallatit të kryepriftit që quhej Kajafa, dhe së bashku vendosën që ta kapnin Jezuin me dredhije ta vrisnin. Prandaj thoshin: Jo gjatë festës, që të mos ndodhë një trazir në popull. Jezui gjendej në Betani, në shtëpinë e Simon të lebrosurit. Ndërsa po rrinte në tryezë, i u afrua një grua që mbante një enë alabastri me mirë, shumë të kushtueshme, dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kur e pan këtë gjë, dishepujt u zëmbruan dhe thanë: Përse u bë gjithë ky shpenzim? Kjo mirë mund të ishte shitur shtrenjtë dhe parat u jepeshin të varfërve. Por Jezui e kuptoi se çfarë po thoshin e u tha: Përse e mundoni këtë grua? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, ndërsa mua nuk më keni gjithmonë. Ajo e derdhi këtë mirë mbi trupin tim, dhe këtë e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli, në mbar botën do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri. Atëherë, njëri prej të 12-ve, ai që quhej Jud Iskarioti, shkoi tek kryepriftrinjt dhe u tha: Çfarë do të më jepni po t'ju dorëzoj? Ata i dhanë 30 monedha argjandi. Që nga ai çast, Juda kërkonte kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, dishepujt erdhën te Jezui dhe i thanë: Ku dëshiron ta përgatisim darkën e Pashkës? Jezui u tha: Shkoni në qytet e filani dhe i thoni: Mësuesi thot se koha ime është afruar. Unë dhe dishepujt e mi do ta bëjmë Pashkën në shtëpinë tënde. Dishepujt bën siç i kishte urdhëruar Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje, Jezui u ul në tryezë me të 12-tët dhe ndërsa po hanin, tha: Me të vërtet po ju them, se njëri nga ju do të më tradhtojë. Ata u trishtuan shumë dhe filluan ta pyesnin njëri pas tjetrit: Mos jam unë, o Zot. Ai u përgjigj: Ai që e ngjeu kafshatën në të njëjtën pjatë me mua, ai do të më tradhtojë. Biri i Njeriut po shkon, sikurse është shkruar për të. Por mirë ai njeri që tradhton Birin e Njeriut. Për atë njeri do të kishte qenë më mirë të mos kishte lindur. Juda, që e kishte tradhtuar, tha: Mos jam unë mësues? Jezui i tha: Ti vetë po e thua. Ndërsa po hanin, Jezui mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u dha dishepujve dhe tha: Merrni, hani. Ky është trupi im. Mori edhe kupën dhe pasi tha lutjen e falënderimit, u dha atyre dhe tha: Pini të gjithë prej kësaj. Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Unë po ju them se nuk do të pi më nga ky fryt i ardhis, deri ditën që do ta pi të re së bashku me ju në mbretërinë e Atit tim. E si kënduan një himn, shkuan në malin e ullinjve. Pastaj Jezui u tha: Në këtë natë ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi i shenjtë thotë: Do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen. Po kur të ngjallem, do të shkoj përpara jush në Galile. Pietri i tha: Edhe nëse të gjithë do ta humbasin besimin në ty, unë nuk do ta humbas kurrë. Jezui i tha: Me të vërtet po të them se po këtë natë, para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh 3 herë. Pietri i tha: Edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj. Kështu thanë të gjithë dishepujt. Pastaj Jezui shkoi bashkë me dishepujt në një vend që quhet Getsemani dhe u tha: Rrini këtu, se unë po shkoj më tej për të lutur. Ai mori me vete Pietrin dhe 2 bijtë e Zebedeut, e filloi të ndjente trishtim dhe ankth. Atëherë u tha: Shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Pasi shkoi pak më tej,
ra me fytyrë përdhe dhe u lut. Atim, po t'jetë e mundur largoje këtë ku prej meje. Megjithatë u bëfti jo si dua unë, por si do ti. Pastaj Jezui erdhi te dishepujt dhe i gjeti duke fjetur. Atëhere i tha Pietrit: Nuk mundet të rini zgjuar me mua as edhe një orë? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët. Jezui shkoi për të dytën herë dhe u lut. Ati im, nëse kjo kup nuk mund të hiqet pa e pirë unë, atëhere u bëft vullneti yt. Kur u kthye, i gjeti përsëri duke fjetur, sepse u ishin rënduar syt. Pasi u largua përsëri, shkoi e u lut për të tretën herë me të njëjtat fjalë. Pastaj erdhi te dishepujt dhe u tha: Ende po flini e po pushoni? Ja, erdhi ora dhe biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngriuni të shkojmë. Ja, po afrohet ai që po më tradhton. Ndërsa Jezui ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashk me një turm të madhe me shpata e shkopinj, të dërguar nga kryepriftërinjtë dhe pleqët e popullit. Tradhtari u kishte dhënë këtë shenjë: Jezui është ai që unë do të puth, atë kapni. Edhe me njëherë i u afrua Jezuit dhe i tha: Të përshëndes, mësues. Dhe e puthi. Jezui i tha: Mik, bëj atë që ke ardhur të bësh. Ata erdhën, e kapën Jezuin dhe e arrestuan. Dhe ja, njëri nga ata që ishin me Jezuin nxori shpatën, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Atëherë Jezui i tha: Ktheje shpatën aty ku e kishe, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën nga shpata do të vdesin. A mendoni se nuk mund t'i lutem Atit tim që ai të më dërgojë menjëherë më shumë se 12 legjione engjëjsh? Përsi do të përmbusheshin shkrimet e shenjta që thonë se duhet të ndodhë kështu? Atëherë Jezui u tha turmave: Pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopinj si ti isha kusar? Unë isha çdo ditë në tempull duke mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen ato që kanë shkruar profetët. Atëherë të gjithë dishepujt e braktisën dhe ikën. Pastaj ata që e kishin arrestuar e çuan Jezuin te kryeprifti Kajafa, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqët. Pietri e ndoqi Jezuin nga larg deri tek oborri i pallatit të kryepriftit dhe pasi u fut brenda, u ul mes shërbëtorëve për të parë si do të mbaronte kjo gjë. Kryepriftërinjtë dhe gjithë Sinedri kërkonin dëshmi të rreme kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjetën asnjë. Edhe pse u paraqitën shumë dëshmitar të rrem. Në fund dolën 2 veta dhe thanë: Ky njeri ka thënë: Unë mund ta shkatroj tempullin e Perëndisë dhe ta ndërtoj për 3 ditë. Atëherë kryeprifti u ngrit e tha: Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje? Jezui heshti. Kryeprifti i tha: Të përbej për Perëndinë e gjallë, na thuaj, a je ti Krishti, biri i Perëndisë? Jezui i tha: Ti vetë po e thua. Por unë po ju them se që tani e tutje do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathtë e Perëndisë së pushtetshëm, duke ardhur mbi rret e qiellit. Atëherë kryeprifti shqeu rrobat e tha: Fyu Perëndin, ç'na duan më dëshmitarët? Ju e dëgjuat tani fyerjen që i bëri Perëndisë. Çfarë mendoni? Ata ju përgjigjën: Meriton vdekjen. Atëherë filluan ta pështynin në fytyrë dhe ta godisnin me grushte. Disa i binin me shuplaka dhe i thoshnin: Gjeje kush goditi, o Krisht! Pietri rrinte ulur përjashta në obor. Një shërbëtore erdhi tek ai dhe i tha: Edhe ti ishe me Jezu Galileasin. Por Pietri e mohoi para të gjithëve e tha: Ti nuk di ç'po flet. Kur po dilte nga porta, atë e pa një shërbëtore tjetër dhe u tha atyre që ishin aty: Ky njeri ishte me Jezuin e Nazaretit.
por Pietri e mohoi përsëri duke u betuar. Unë nuk e njoh këtë njeri. Pas pak, ata që ishin aty, i u afruan Pietrit e i thanë: Me siguri e një nga ata, sepse të tradhon e folura. Pastaj Pietri filloi të mallkoi e të bënte be. Nuk e njoh këtë njeri. Atë çast këndoi gjeli dhe Pietrit i u kujtuan fjalët e Jezuit. Përpara se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh 3 herë. Pastaj doli për jashtë e qau me hidhërim.